Përveç Ilir Demirit, grupi të ASH-s Azir Aliut në Vlem pritet t'i bashkohen 1 ose 2 deputet të tjerë. Përkundër Fetajit, Aliu thot se legitimiteti i grupit të tij qëndron tek deputetët, tha se është vendosur që zëri politik i ASH-s brenda Vlenit të jenë pikërisht deputetët, ndërkaq siç njoftoi Aliu, përfaqësuesi i ASH-s në pjesën e kuadrave të jetë Latif Arifi. Dhe pesha e partive politike matet me deputetet me numrin e deputetëve. Jo rastësisht në këtë periudhë kemi punuar dhe punojmë edhe në të ardhmen që numri i deputetëve që përfaqësojnë aleancën për shqiptarët, po për fat të keq, për shkak të ndarjeve tani janë përkohësisht në strukturat klasteret të ndryshme të organizuara, mundohemi që të jemi bashkë. Pra e dini që tani deputeti Iliri është me neve. Ne punojmë që së shpejti edhe 1 apo 2 deputet të jenë në strukturën e aleancës për shqiptarët si pjesë e Vlenit. Duke folur për Vlenin, tha se bisedimet janë ende aktive dhe se beson që shumë shpejt do të sillet vendimi përfundimtar. Aliu vlerëson se bashkimi sjell fuqi dhe punë më të mira për qytetarët. Pra, bisedimet me Vlenin, jo rastësisht bëjnë edhe këto ndryshime, bisedimet me Vlenin janë aktive ende, nuk kanë përfunduar. Besoj që për shumë shpejt do të kemi edhe vendim përfundimtar. Ne besojmë në diçka, që bashkimi bën fuqi dhe me bashkim ne do të zgjidhim problemet më shpejt, më mirë dhe në të mirë të qytetarëve. Kjo është ndarja e tretë e ASH-s nga themelimi i saj. Ndarja e parë ndodhi me largimin e Taravarit nga Ziadin Sela, e dyta me largimin e Arben Fetajit dhe Azir Aliut nga Arben Taravari dhe tani e fundit ndarja e Azir Aliut nga Arben Fetaj. Deputetja Mimoza Musa, që në ndarjen e dytë u rreshtua krah Arben Fetajit, tani është rreshtuar krah grupit të Azir Aliut.